Atëherë, në fakt, problemi më serioz i kollës është që njerëzit në përgjithësi nuk e marrin me seriozitet. Domethënë, gjëja e parë është kjo, që shkojnë në farmaci. Në farmaci edhe sigurisht në botën farmaceutike ka shurupa pafund për kollën, që nisin nga shurupat bimor deri te shurupat me substanca me efekte centrale, të cilët frenojnë refleksin e kollës. Për mendimin tim, asnjë nga këto nuk duhet marrë pa recetë. Ndoshta ditët e para nëse është problem i madh, mund të marrim këto çerat bimor me mjalt, ndoshta një produkt bimor, por meqense ne nuk e dim sa të kontrolluara janë këto që futen shurupat, unë prapë do isha skeptike që prapë më mirë do ishte me një rekomandim mjeku. Për përdorimin e antibiotikëve, me thënë të vërtetën, duhet të jemi shumë të kujdesshëm të gjithë. Si te farmacit, si te mjeku. Në fazën e parë, shumica e bronkiteve akute te fëmijët janë virale, por edhe të adultët në përgjithësi janë virale, kështu që është e kohë marrësh antibiotik. Me përdorimin e shumë të antibiotikëve kemi rezistencë nga bakteret caktuara, kështu që në raste që ne kemi mbi infekcion ose kemi bronkite akute bakteriale ose bronkite kronike me mbi infekcion bakterial, e mira do ishte të bënim një kulturë të sekrecioneve të sputumit. Nëse koha na i lejon edhe nëse është mundësia për të bërë, që ne të jemi adekuat në antibiotikët që japim. Sepse përdorimi i shpeshtë i antibiotikëve, përdorimi i antibiotikëve me një fazë shumë të gjerë që në fillim, që shpesh jepen nga farmacitë, mund të bëjnë që afatgjat kemi një problem serioz me rezistencën ndaj antibiotikëve.